Territori shqiptar për datën 16 nëntor 2025 do të ndikohet nga masa ajrore të qëndrueshme dhe të ngrohta duke sjellë mot të kthjellët në të gjithë vendin me kalime të lehta vranësirash në pjesën verilindore dhe jugperëndimore. Paraditja do të jetë me diell të plot në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa pasditja sjell kalime të lehta vranësirash në zonat e izoluara malore dhe në Bregdet. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 7 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të ngjitet deri në 20 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdetare. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 8 orë diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi juglindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond, ndërsa në zonat bregdetare her pas here arrin deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 16 nëntor 2025 pritet të jetë i moderuar rreth 3. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 16 nëntor do të jetë në orën 6:23, ndërsa perëndimi në orën 16:28 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 11 deri në 17 gradë Celsius. Kukës, 11 deri në 18 gradë Celsius. Peshkopi, 11 deri në 17 gradë Celsius. Tiranë, 14 deri në 19 gradë Celsius. Durrës, 12 deri në 19 gradë Celsius. Kavaj, 11 deri në 19 gradë Celsius. Elbasan, 13 deri në 19 gradë Celsius. Berat, 11 deri në 20 gradë Celsius. Korçë, 7 deri në 16 gradë Celsius. Vlorë, 15 deri në 20 gradë Celsius. Gjirokastër, 11 deri në 18 gradë Celsius. Sarandë, 13 deri në 19 gradë Celsius.